Shiko, e pash se tani ka nxjerrë dhe spot, ka paguajtur dhe lek, ka bërë një video të animuar ku unë dhe Adratiku i bëjmë masazh Berishës. Berisha plak është, padyshim. Mira, ai është nisur dhe nga deklarata e fortë që ka bërë Lapaj për shembull, që nëse do të jetë në dorën tonë, do ta lëm Ramën në opozitë. Çfarë do thotë kjo? Tani logjikisht të çon tek një bashkëpunim me opozitën, me PD, apo? Jo, përkundrazi. Pse? Po si? Po pse vetëm Berisha që ka alternativë, ç'është më bën. Domethënë ne jemi në garë sepse ne besojmë që Rama duhet ikë, Berisha s'duhet vi. Pra ky është skenari më më i mundshëm jemi ne. Nuk është Berisha, 81 vjeç, nuk është as Rama, që ka 188 pushtet, por jo, se deklarata po tjetë në dorën tonë. Tani, unë nuk e lexoj ashtu, por s'ka rëndësi. Unë di që betejë ballore me Berishën në këtë vend nuk ka bërë njëri më shumë se unë, nuk ka. Mund të ketë bërë njësoj, por më shumë nuk ka. Domethënë ju e përjashtoni kategorikisht bashkëpunimin pas 11 majit apo kur mos thuaj kur, në varësi të Tani, unë besoj që një njeri që bashkëpunon me Berishën apo me Ramën mbas 11 majit, përveç se nuk ka moral, nuk ka as mend. Sepse praktikisht është vetvrasje politike në 30 vjet, moshën 30 vjeçare. Se kështu i bie. Pra tik është në humner me këta. Këta po grenisën. Ti që nge kundër bashkëpunëtorit tënd. Edhe një, Adratiku nuk është kurrë me as me Ramën as me Berishën. Nuk thash është me Ramën dhe me Berishën. Tani, e thën më shkoqur, Lapaj ka thënë të qartë këtë gjë, të nënkuptuar, të pak më kështu e kanë nënkuptuar shumica se unë e kam të dëgjuar këtë. Atëherë ka thënë, do ta çojmë vendin e zgjedhjet parakoshme. Po. Jemi dakord? Tani Ramën e çojmë në opozitë nëse do të mbetet në dorën tonë. Pra nëse ne do të jemi një lloj faktori alla LSI-e, siç e tham pak më parë. Sepse LSI-ja atëherë do bashkohemi me PD-n, me Berishën, çojmë Ramën në opozitë, se kështu kuptohet kjo tani. Po ti mund ta lexosh dhe që do vrasim Ramën, do t'i marrim organet, po problemi është çfarë bën sens logjik, dhe sensi logjik është që ka thënë që nëse është në dorën tonë, nuk do i bashkojmë votat as me Ramën, as me Berishën para në shkojnë zgjedhje parakoshme. Unë mendoj ndryshe. Unë mendoj që nuk ka nevojë të shkojmë fare zgjedhje parakoshme. Brenda parlamentit do t'i gjejmë votat për një qeveri të re. Pa Ramën, pa Berishën, pa çetën e Ramës, pa çetën e Berishës. Me një ndihmë ndërkombëtare, ne t'i japim Shqipërisë nga e hëna që vjen. Ndihmë ndërkombëtare si, se nuk është kaq. Ju keni parë. Me buton kjo ose? Me buton s'është, por ju keni parë ligjin për dekriminalizimin. Tani ju keni marrë ndonjë mbështetje, ndonjë premtima, keni ndonjë nuhatja, ndonjë shpresa? Unë kam logjikën. Unë kam, do të thënë, analizën logjike. Që nëse Rama nuk formon dot 7 mandate, po. I vetëm. Po. Dhe ata të vetët e shohin që ai nuk qeveris dot, do të rebelohen. Nëse Berisha mbije në kuotat e jashtëzakonshme, siç unë mendoj që do bie, ata të vetët, jo çeta, se çeta do i shkojnë deri në fund bashkë me Berishën, do rebelohen. Po edhe shumë të rinj deri në parlament, ne do i krijojmë votat brenda parlamentit, thash me një ndihmë ndërkombëtare, do formojnë një qeveri që e para ti të re, e dyta me fytyrë të re dhe mos ketë asnjë nga anëtarët e çetave që kanë vjedhur Shqipërinë dhe shqiptarët. Nëse jo, pastaj sigurisht zgjedhjet parakoshme janë aty një opsion. Po e thua me siguri këtë, domethënë. Jo, nuk them me siguri, më bën sens logjik. Pra unë kam parë që 5 deputet të parlamentit të legjislaturave të mëparshme kanë votuar për ligjin për dekriminalizimin, duke qenë vetë subjektet të dekriminalizimit. Pra, e dinin që do humnin mandatin dhe ngritën dorën votuan. Votuan pro reformës në drejtësi 140 deputet. Edhe këta që e shanin, edhe këta që e shanin sot, e kanë votuar atëherë. Berisha, Meta, edhe këta që janë në burg sot, e kanë votuar atëherë. Si e kanë votuar ata, të gjithë e dim, me një lloj influencë. Jo, po Rama nëse si bën e vetë me PS 71 mandate, mund t'i bëj me ndihmë, për shembull. Jo, PSD-ja për shembull i ka premtuar bashkëpunim. Po PSD-ja si fillim në një farë mënyrë pas 11 majit. PSD-ja si fillim do duhet t'i ketë një herë, pastaj t'ia japin Ramës. Po do shohim, unë po them që ekziston mundësia që ne të kemi një qeveri të re të hënën. Nëse nuk do kemi një qeveri të re, mirë të hënën jo, se ai shpejt do numërohen ato këtu. Aty fillon. Zvarritet. Dakor, por e para, e dyta, nëse nuk mund të kemi një qeveri të re, unë jam i bindur që të pak do kemi një opozitë të re. Një opozitë serioze që nuk djeg karrige, por çon spak, çon projekt ligje dhe është një alternativë konkurruese. Pra nëse Rama është hajdut, ke një opozitë me integritet. Nëse Rama është i vjetër, ke një opozitë të re.
Nëse Rama nuk ka program, ke një opozitë me vizion. Këtë padyshim që ne mund t'ia ofrojmë qytetarëve shqiptar, por me një angazhim më të madh të popullit, nëse ne dalim marrim 300.000 vota, që thot me gjithë forcat e tjera të reja të bëjmë 400-500.000 vota për të rinjt, më besoni të hënën do kemi qeveri të re. Është opsion bashkimi të gjithë ju të rinjve pas 11 majit apo jo? Padyshim. Jo vetëm opsion, por domosdoshmëri. Unë personalisht po mirë se jo të gjithë duan, se ishte ashtu do ishit bashkuar para 11 majit, jo. Për shembull Agron Shejai nuk do, Arlind Qorri nuk do. Dhe prandaj do ndëshkohen. Për shembull, unë mendoj që strategjia që ka zgjedhur Arlind Qorri do ta lejë jashtë parlamentit dhe më vjen keq për këtë. Sepse njerëzit do shkojnë të votojnë për Arlindin, po ndërkohë i pari është Redi Muçi. Dhe kjo mund t'i japi një strategji që ta dekurajojë votuesin. Një. E dyta, duke dalë më vete, shumë votues më thonë që shiko pse ta djeg votën këtu kur kam një koalicion më të madh të rinj që projektojnë që do jenë në parlament. 2. Por nëse ja dalin, kushdo qoftë atje, unë do përpiqem maksimalisht që t'i bëj gjithë të rinjt bashkë. Dhe jo vetëm të rinjt tan, po edhe të rinj që gabimisht historia i ka çuar ke forcat e vjetra politike, ti marrim këtej, ti sillim rrugën e dur, ti japim vendin qeveri të re e të ecim përpara. Tani ti nuk je orakulli, por do doja një tabel finale si është ti rezultatin e përgjithshëm për të gjithë pas 11 majit. Shiko, unë jam ndoshta me një trend, me një afërsi, se nuk do t'i hym tani numrave. Unë Basta nuk kam vënë kurrë në jetë dhe nuk marr vesh nga Basta. Pra, bëni ju sondazhe të brendshme? Focus grupe. Fokus grupe. Mirë, nxjerrin edhe ato një rezultat. Ato i bën për të kuptuar mesazhin. Çfarë prodhojnë në fokus grupet e kjo? Na ndihmojnë të kuptojmë më mirë si po komunikojmë me qytetarët. Çfarë keni kuptuar deri tani nga fokus grupet për shembull? Që shumë nga mesazhet tona duhen zbërthyer më thjesht. Që njerëzit nuk e kuptojnë mirë sistemin zgjedhor. Që ndërkohë që shqiptarët ankohen shumë për problemet ekonomike, sepse ato janë problemet ekonomike, ka një pesimizëm të jashtëzakonshëm për që a do të zgjidhen apo jo, sepse në fakt burimi nuk është nuk është kjo çështjet ekonomike, ato janë pasojë, burimi është e kapja e shtetit. Kështu që fokus grupet, po edhe takimet me qytetarët, bisedat e vogla në kafe, në rrugë, ke dyqani, dikush që të ndalon edhe që të flet problematikat e veta, të ndihmojnë për të komunikuar më mirë, edhe vizionin ton, po padyshim edhe për ta zbërthyer në praktik ato çështje që unë ndoshta i njoh edhe në teori. Gjithsesi për të rikthyer ke pyetja juaj. Çfarë mendoj unë? Çfarë projektoj unë dhe çfarë parashikoj unë? Të hënën në mëngjes, kur njerëzit zgjohen, hapin televizorin apo futen në rrjetet sociale, hapin celularin, bëjnë scroll dhe lajmi. Klasa e vjetër politike ka rënë. As Rama as Berisha nuk formojnë dot qeverinë. Të rinjt masivisht janë futur në parlament. Nëse ne ishte një ëndër e bukur. Kjo do jetë keqësisht e quaj kështu ose kjo mund të jetë, dhe unë besoj që do të jetë realiteti. Nëse ne i japim këtë emocion shqiptarëve të hënën, e kemi arritur qëllimin. Kjo, do të thënë, ai momenti, zgjimi në mëngjes, që ti lexon, që këta ranë, që gjëra po ndryshojnë, që të rinj po vinë, ne ja dolëm. Pastaj e marrin vetë shqiptarët në dorë. Të jesh i sigurt që po ta zgjojmë atë shpresë, po ta vrasim këtë stagnacion, këtë ndjesi pesimizmi, ne kemi hapi derë që shumë shpejt Shqipëria do të heci me hapa të cilat sot nuk ndodhin për shkak sepse është mbyll dera. Mirë, ti e di që fatkeqësisht në Shqipëri funksionon ende militantizmi, domethënë këtu një pjesë dërmuese janë militant. Po majtas o djathtas. Fatmirësisht jo shumë. Për asnjë arsye ata nuk e tradhtojnë votën e tyre. Shiko, një pjesë është zakon. Ai është mësuar të shkojë ke një të dyqan. Është mësuar të shkojë te një të vend, por po ndryshon. E para dhe e dyta, jo të gjithë. Çka kam vënë re një gjë shumë interesante është dialogjet brenda familjes. Që? Të rinjt votojnë për ne. Dhe shpesh të rinjt po tërheqin prindrit me vete. Të rinj që i marrin nga jashtë telefon, që i marrin prindrit tu dhe i thonë votoni për të rinjt. Të rinj që janë këtu edhe bën debat me prindin që pse do votosh akoma për këtë ose për atë, akoma ti me këtë dhe me atë. Por mua kjo më jep shpresë, sepse tregon që këtu gjërat po ndryshojnë dhe të rinjt po marrin përgjegjësitë që i takon në shoqëri. Padyshim ka dhe shumë të moshuar,
që megjithëse kanë 34 vjet që votojnë këta, kanë aq respekt për veten sa nuk duan që këta të treqin për hunde e t'i gënjejnë për një herë të sa i bie në këtë rast, herë të katërt, si Rama si Berisha. A mund ndodh që pas 11 majit alibia juaj tjetë ndërhyrje, deformim, manipulim, pra të mos njihni rezultatin, po themi? Ju e keni dëgjuar Berishën për 34 vjet. Ka pranuar ndonjëherë zgjedhje që të thotë për shembull kur ka humbë që unë humba se bëra gabim, nuk më teshën njerëz? Jo. Keni dëgjuar një Ramon të pranoj humbjen? Jo. Më keni dëgjuar mua që ta ankohem se më vollën votat? Kur? Pra kam marrë pjesë në 2 palë zgjedhje. E kam pranuar rezultatet? Jam organizuar më mirë? Jemi ringrit në këmbë? Kemi Kjo do thotë që ju besoni në proces zgjedhor të liret ndershëm në këtë vend? Unë besoj ke Sepse raportet e OSBE-Odirit këtu nxijnë gjithmonë. Edhe një herë. Unë besoj tek serioziteti jon për të mbrojtur votën e shqiptarëve që na besojnë.